Pra, para SPAK-ut kemi ardhur. Sot jepet vendimi për çështjen e Maltezit dhe të Berishës, këtu në gjykatën e kundër krimit dhe korrupsionit. GJKO-ja jep vendimin nëse do e vazhdoj gjykimin e çështjes, nëse do e pushoj, apo se do e kthej pas në SPAK për të dhëna plotësuese. Si gjithmonë tu ka njerëz, gazetarë të terrenit, dikur në për organet e drejtësisë dhe në për gjykata kishte shumë rrallë gazetarë dhe kamera, kurse tani janë plot. Tani po t'i shikosh prapa meje, dhe shikosh që janë qark, kamerat janë edhe ja, shikoni, prapa meje. Kjo është një histori e përditshme, është një kronikë e njohur kjo. Paralel me këte, me gjyqin për Berishën, se si do vendoset sot për te, do e vazhdojnë gjyqin, apo do e pezullojnë, do me thënë dhe e len, ose do e qëjnë për të rishqyrtuar edhe njëherë në SPAK, thamë edhe njëherë. Paralel me këte është edhe ai tjetri, mafiozi i madh, që është duke bërë foto me kongresmen, është duke bërë foto me lloj njerëzish, Fatmir Mediu, është në Amerikë, deri me datën 7 nuk vjen këtej, sepse me datën 7, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit, GJKO-ja, bën vendimin përfundimtar për punën e Mediut, për Gërdecin, dhe për gjithë ato që ka bërë, jo vetëm Gërdecin, se Mediu di se kush është Mediu dhe çka bërë. Unë uroj që të vazhdoj ky gjykim. Në ana tjetër, është problemi i gazetarëve, të cilët kanë dhënë të dhënat, kanë hakeruar SPAK-un. Është një Elton Qyna që e ka filluar në fillim dhe nuk e vetëm ai, është pastaj ai Çollaku, që është Basri Çollaku, ai që edhe nuk flet mirë, është edhe kjo Klodiana Lala, të gjitha këto, edhe të gjithë këta që përmenden për këto hakerimet, të habit faktis janë të gjithë të opozitës. Do më thënë që janë të deklaruar dhe dihet që janë të opozitës. Duhet ju them që kjo është që të jemi me dyshim që jemi me fillim, opozita ka zgjedhur si një nga versionet e saj për ta shkatruar nga brenda SPAK-un, edhe ka edhe brenda sigurisht, ka si segmentet e politikës në SPAK dhe kjo nuk diskutohet, sepse ndryshe nuk do e bente, ka prokurorë të posaçëm që ju japin mundësinë të hakerojnë. Paralel me këte janë edhe në anën e tjetër në Partinë Socialiste është Ujku Gri Gjafa, i cili është duke përgatitur një projekt të tërë, goxha të madh, për ta shkatruar SPAK-un në mënyrë të ligjshme dhe jo do si do, por për të bërë shkatrime përfundimtare. Uroj që populli të zgjohet, të bashkohet dhe të dalë kundër këtyre, duke filluar nga studentët, të fillojë një histori e re, një lëvizje e re siç po ndodh në Serbi dhe në Turqi. Uroj të gjithë të mirat.